Korporata Shqiptare e Investimeve sot ka krijuar një portofol me një kapacitet mbi gjysmë miliard euro që do të shkojnë në interes të shtetit shqiptar, duke mos bërë asgjë tjetër përveç se pronat publike, duke i vënë në shërbim të zhvillimit për interesat edhe të shtetit. Jo më kudo dhe kurdo dhënie të pronës publike për hiq asgjë në emër të zhvillimit, diçka që është bërë në të shkuarën dhe është bërë me drejtë sepse s'ka pas mundësira tjera, se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marë nga privatët, që t'jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi Korporata Shqiptare e Investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e Ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar. Kompania tjetër që ne kemi krijuar, që është një kompani publike po ashtu me partneritet privat, është Alp Tresi. Alp Tresi sot ka marrë të gjitha ato që deri dje bëheshin me koncesione të dështuara. Koncesioni i markimit të naftës, koncesioni i pullave fiskale kanë qenë koncesione të dështuara. Sot nuk janë më koncesione, por janë aktivitete të ligjzbatimit, të cilat i bën një kompani publike me përfshirjen e një partneri tjetër shtetëror, Emiratet e Bashkuara, dhe me ekselencën që vjen pastaj nga privati, duke mundësuar që markimi i naftës, gjurmimi të gjithë madrave të akcizës, identiteti digital, letrat me vlerë, të gjitha këto të jenë pjesë e një holdingu shtetëror. Dhe natyrisht këtu shteti merr edhe të ardhurat. Sot, faktikisht, nuk kemi më në kushtet e koncesionit për pashaportat, edhe për kartat e identitetit. Sot, karta e identitetit kushton më lirë dhe shteti shqiptar, përmes kompanisë përkatëse, Identitek, përfiton para, të cilat deri dje shkonin të gjitha në xhepin e një privati. Kompanitë që po krijojmë në fushën e mbrojtjes janë të gjitha kompani të cilat lindin nga një përcaktim shumë i thjeshtë. Ne nuk duam të huaj që të vinë në Shqipëri të marrin toka, të marrin kapanone, të marrin struktura edhe të prodhojnë. Ne duam që cili do që vjen në Shqipëri të bashkëprodhoj me ne, të bashkëprodhoj me shtetin shqiptar, me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me kompaninë që ne kemi krijuar Kajon, e cila është një kompani tjetër publike, e cila është pjesë e investimeve private që bëhen në fushën e mbrojtjes. Dhe kështu, shteti, Ministria e Mbrojtjes, sektori i mbrojtjes, ushtria shqiptare fiton para nga
ky aktivitet. Vetëm kompania Timak Defense, e cila ka lindur nga një bashkëpunim me shtetin, i një startupi shqiptar të krijuar nga një vajzë që prodhonte në mënyrë artizanale makina, sot ka një portofol porosish për të eksportuar nga Shqipëria, ndodh sot, për të eksportuar nga Shqipëria makina, ambulanca, makina policie, zjarr fikse, makina ushtrie, mbi gjysmë miliardi. Dhe natyrisht që duke qenë pjesë brenda, shteti merr të ardhura. Kompania tjetër e krijuar, që së shpejti do të fillojë të japi prodhimet e para, është kompania Guna, e cila do të prodhojë të gjitha uniformat e shtetit shqiptar, duke filluar nga të gjitha uniformat e ushtrisë shqiptare. Në Shqipëri prodhohen uniforma për ushtrisë suedeze. Ushtria suedeze i prodhon uniformat e veta në Shqipëri, në një zonë rurale të Shqipërisë, në një manufakturë modeste. Ushtria suedeze. Dhe ndërkohë, shteti shqiptar rokanisej lart e poshtë me tendera, uniforma këtu, uniforma aty, kapelja e vogël, kapelja e madhe, këpuca e majtë, këpuca e djathtë, bam e bum në për prokurorira, e bam e bum në për kanale ankimimesh. Se erdhi italiani, erdhi gjermani, erdhi tjetri e tjetri, as italian, as gjerman, as gjë. Gjitha lojra që përfundonin në turpe. Sot, ne kemi këtë kompani të përbashkët, e cila do të prodhojë uniformat për ne, për shtetin shqiptar, për ushtrinë shqiptare, për policinë shqiptare, për zjarfiksat, për policitë bashkiake dhe do të prodhojë uniforma edhe për ushtritë e tjera të NATO-s. Kanë filluar që tani kontaktet, sepse ne kemi krijuar një traditë në historinë e qepjes. Shqepjen e bënim kur merreshim me shtetin, qepjen kur merreshim privat. Tani jemi në tjetër fazë dhe për të mos u zgjatur më tutje, sepse kjo është një temë që mua më pasionon shumë dhe ka shumë gjëra për të thënë, po unë dua të them që faza e parë e qeverisjes sonë ishte kalimi nga epoka e gurit dhe drurit, se ishte dhe gur dhe dru, kur ne morëm detyrën, në epokën digjitale, me krijimin e platformave. Faza e dytë ishte digitalizimi i shërbimeve. Tani jemi në fazën e tretë, që është faza e administratës inteligjente. Dhe nuk fola se çfarë komponentësh të inteligjencës artificiale ka në kompanitë që përmenda më lart, nuk fola se çfarë komponentësh teknologjik ka në kompanitë që përmenda më lart, por dua të them që sot ne kemi nisur jo vetëm projektin e madh të transformimit revolucionar të procesit prokurimeve, por kemi nisur edhe projektin e futjes së agjendëve me inteligjencë artificiale në nivelin e parë të qeverisjes. Kemi filluar me ministrit dhe me sektorët e financave dhe të shërbimeve juridike të ministrive, duke angazhuar një strukturë të posaçme për të kaluar në përdorimin e agjendëve të inteligjencës artificiale për t'i dhënë shpejtësi, për t'i dhënë integritet lartë profesional dhe për t'i dhënë edhe një cilësi të padiskutueshme
të gjitha akteve që lidhen me financat dhe me shërbimet juridike. Po e përdorim gjërësisht inteligjencën artificiale në përafrimin me legjislacionit tonë, me legjislacionit e Bashkimit Evropian, po e përdorim përditje më shumë inteligjencën artificiale në tatime, një nga arsyet pse të ardhurat rriten pa rritur taksat, përveç administrimit kësaj, është edhe platforma e inteligjencës artificiale e cila e ndihmon shumë administratën tatimore dhe doganore për të identifikuar ku janë problemet pa pasur nevojë që të lëshohen rrugëve për të sulmuar në dyert e të gjithë bizneseve për të gjetur në gjë. Në mbyllje, dua të them edhe ato që preku pak ministria. E gjithë kjo është çfarë ka të bëjë me qeverisjen elektronike, çfarë ka të bëjë me një shtet i cili funksionon mbi teknologjinë dhe i cili duke funksionuar mbi teknologjinë bëhet një shtet shumë herë më i afërt dhe shumë herë më efikas për qytetarin. Por, nga ana tjetër, që ne të shkëlqejmë në vimësi, duhet që gjithë ekosistemi i inovacionit të ngrihet në një nivel tjetër. Dhe për hir të vërtetës, leadershipi dhe puna e ministres dhe ministrisë ekonomisë dhe inovacionit po jep rezultate kuptimplota. Kemi një çelje, nëse mund ta quaj kështu, të luleve të para të fushës së startupeve, dhe dua t'ju them të gjithë atyre që merren me startupe që për pak javë ne do të disbursojmë një fond tjetër, pasi rritja, domethënse këtë vit, e numrit të aplikimeve në Startup Albania e ka tejkaluar ndjeshëm fondin e parashikuar në raport me aplikimet me vlerë. Dhe ne nuk duam të lëmë aplikime me vlerë evidente që të presin vitin tjetër për të marrë financimin, prandaj duke u bazuar tek aplikimet, ne do të vendosim të dispozonim fondin. Dhe fondin për startupet do të arrisim në mënyrë domethënëse duke vazhduar vitin e ardhshëm me vitin e ardhshëm me vitin e ardhshëm. Në mënyrë që të japim mundësi të gjitha talenteve, dhe jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, që duke pasur një ndihmë financiare fillimisht, të mund të transformojnë jetën e tyre, por të ndikojnë dhe në transformimin e jetës vendit. Shumë faleminderit dhe të gjithë ata që merren me elektronik, nga sot, nëse besojnë që janë talent i veçantë, e kanë të hapur rrugën për të aplikuar dhe për të bërë pjesë e Albanian Digital Solutions, e përsëris një kompani që lind sot, por që do të bëhet superfuqia e tregut të shërbimeve digjitale publike. Dhe do të jetë në gjendje t'i paguaj punonjësit më mirë se çdo kompani tjetër sot në treg. Kështu që kjo le t'ju vlejë dhe kompanive tjera tregut të rrisin pagat akoma, por ta dinë që sa më shumë t'i rrisin ata, aq më shumë do t'i rrisim ne mbi ata. Shumë faleminderit. Atëherë, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, ju ftoj në një pushim të shkurtër kafe. Faleminderit.
Thank you.